Ungjilli i sotëm është një ungjill shpresë, që tregon që mund të ketë shpresë dhe atje ku situata duket e pa shpresë. Mbasi Zoti shëroi demonizuarin në Gadara, doli nga ana tjetër e liçenit dhe aty një turmë e madhe po e priste. Njerëzit shtyheshin kush ta prekte më shumë dhe një grua me një rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh, e cila kishte shpenzuar gjithë pasurinë për mjek të ndryshëm, po s'kishte arritur asnjë rezultat, ju afrua me mendimin duke menduar që mjafton të prek cepin e rrobës tij dhe ndoshta shërohen. E me këtë besim u afrua dhe e preku, dhe në çast ju ndal gjaku. Zoti ju drejtuan zënësve, i tha kush më preku? Dhe Pietri tha mësues, gjithë të njerëz thot që po shtrëngojnë, thot, si thua kush më preku? Jo, dikush më preku, sepse ndjeva një fuqi që doli prej meje. Edhe gruaja, kur pa që u zbulua, duke u dridhur i ran një gjunjë dhe i tregoi se për çfarë kishte ndodhur. Edhe Zoti i thot që mos ki frikë, ki zemër, besa jote të shëroj, shko në paqe. Më përpara kishte ardhur një i pari sinagogës me emrin Jair dhe po i kërkonte Zotit që ta shëronte vajzën e tij të vetme që ishte 12 vjeçë dhe ishte gati duke vdekur. Dhe vjen një njeri tjetër dhe i thotë që mos e mundo më mësuesin sepse vajza vdiq. E Zoti i drejtohet përsëri me këto fjalë dhe atij: mos ki frikë. Nëse ke besim, gjithçka mund të ndodhi. Dhe shkoi tek shtëpia e tij. Atje gjeti gjithë duke qare, duke vajtuar, ku një vajzë 12 vjeçare e vetme kishte ndruar jetë. E Zoti ju thot atyre që nuk ka vdekur, po flen. Ata filluan ta përqeshin. U fut brenda në dhomën e saj, duke marrë me vete 3 nga nxënësit e tij, Pietrin, Joanin dhe Jakovin dhe 2 prindrit, dhe i thirrri me zë të madh vajzë, ngriu, dhe ajo u ngrit. U ngrit dhe filloi të hecte, një gëzim i madh përfshiu të gjithë. Ky është ungjilli i sotëm. Në raste të pashpresa, sa shpresë mund kemi ne ku ndron jetë një njeri edhe mund të ngjallet? E sa shpresë mund kemi ne ku një njeri ka harxhuar dekade dhe më shumë për të shëruar dhe nuk është shëruar? Por prania e Zotit bën të mundur dhe kur është e pamundur për ne. Prandaj dhe ungjilli i sotëm është një ungjill shpresë. Le të ndalemi në 2-3 pika të rëndësishme të këtij ungjilli. E para, si drejtohet Zoti të dyve: mos keni frikë. Frika e shkatërron njeriu. Frika brenda njeriu është ajo që transformon gjithë mendjen e tij. Madje edhe psikologët këtë thonë, frika e vdekjes i bën njerëzit që të sulen, të kenë lakmi, të kenë pasurira, duke kujtuar se duke pasur këto gjëra do jenë më të sigurt, sepse kanë frikë nga vdekja, e kanë frikë. Frika për herë të parë në shkrimin e shenjtë përmendet kur Adami u largua nga Zoti dhe u trëmba ku u paraqit dëgjoi hapat e Zotit. Dhe që sa kohë e frika është në zemrat e çdo njeriu. Zoti erdhi për të na shëruar, e për të na restauruar, e për të larguar edhe nga ne frikën, sepse frika e paralizon shpirtin e njeriu, e shtrembron atë gjë, edhe mendjen, e verbon. Prandaj dhe Zoti na thot ne vazhdimisht mos keni frikë. Kushdo që lexon shkrimin e shenjtë do e kuptojë se sa herë përmendet kjo fjalë në shkrimin e shenjtë mos keni frikë. Në këtë formë mos keni frikë përmendet 100 herë. Por me fjalë të tjera shkon deri 170 herë. Madje disa studiues kanë parë që edhe fjalë të tjera që inkuarojnë për këtë gjë shkojnë rreth 360 herë në Bibël. Përse Zoti thot vazhdimisht mos keni frikë? Sepse është e rëndësishme. Nëse nuk do kemi frikë, do thotë që kemi dashuri në shpirt për Zotin. Siç thot Shën Johani, dashuria e përsosur e largon frikën. Ne kemi frikë sepse kemi errësirë në shpirt. Si fëmijët, kur janë errësirë, a nuk tremben? Lëviz një deg, mund të duket sikur është njëri, kur ndizet drita, shikon që s'ka asgjë. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Nëse ne do ndezim dritën e dashurisë brenda shpirtit tonë për Zotin dhe për njerëzit, frika do largohet. Kushdo që ka frikë Perëndije, nuk i ka frikë njerëzit. Njerëzit që s'kan frikë Perëndije, kanë frikë njerëzit e tjerë. Edhe frika jonë vjen pikërisht nga kjo gjë, mungesa e besimit dhe mungesa e frikës Perëndis. Çfarë do thot frikë Perëndije? Frikë Perëndije do thot pikërisht këtë gjë, që të jemi të ndërgjegjshëm, që Zoti është gjithmonë pranë nesh, e çdo vepër që ne bëjmë Zoti na shikon, e do na vijë një ndrojtje për të bërë vepra të turpshme
në praninë e Perëndis, nëse ne realisht besojmë. Prandaj forcimi i besimit është shumë i rëndësishëm. E prandaj Zoti i thot vazhdimisht, edhe në dhjatën e re, sa herë përmendet kjo, mos keni frikë. Ëngjëllit i lajmërojnë mos keni frikë. Zoti ju thot gjithë dhe mos keni frikë. Nëse ne do kemi besim tek Perëndia, frika do largohet nga ne. A nëse largohet frika nga ne, jeta jonë do ndryshojë. Shpirti do jetë më i çlirshëm, nuk do jetë më i tensioni, as do ketë ato frikat e ndryshme. Do largohen smirat, inatet, xhelozitë e gjithçka tjetër. Frika e shkatërron njeriu. Prandaj dhe Zoti na thot ne mos keni frikë. E dyta është një prapë e rëndësishme, besimi. Përse Zoti ju thot gjithëve që besa jote të shpëtojë? Ne dimë që Zoti shpëtoi, po Zoti kërkon nga ne besimin, sepse nëse ne nuk do kemi besimin, hiri i Perëndis nuk do jetë brenda nesh. Besimi e sjell hirin e Perëndis. E çfarë do të thotë kemi besimin? Kur kemi besimin e jemi të përulur. E çdo njeri që është i përulur, padyshim që hiri i Perëndis do vi tek ai. Nëse nuk është i përulur dhe është krenar, ai e largon hirin. Hiri i Perëndis nuk mund të qëndrojë në mendje krenare. Dhe për fatin tonë të keq, pjesa më e madhe jonë në jetën tonë të përditshme gjithmonë e ka krenarin. Gjithë duan të lavdërojnë vetëm ata, gjithë zëmrojnë kur lavdërohet një tjetër, inatet, smirat e gjithçka vjen nga krenaria. E krenaria është ai helmi që shkatërron shpirtin e njeriu. Dhe njeriu krenar ka frikë. Njeriu i përulur nuk ka frikë, sepse duke qenë i përulur, ai nuk trembet nga asgjë. Ai ka frikë vetëm Perëndin. Prandaj dhe besimi i madh na i sjell të virtutën, dhe besimi është ai që mund të na shërojë. E Zoti ka fuqi jo vetëm të restaurojë trupin ton, po ka fuqi të restaurojë dhe shpirtin ton, sepse një trup i vdekur është simbol i shpirtit vdekur. Të gjithë një ditë do vdesim ne. S'ka asnjëri që do rrojë këtë botë mos kalojë nga kjo derë, por tek Zoti nuk ka të vdekur. E Zoti erdhi pikërisht për të mundur vdekjen. Çfarë festojmë në Pashk? Pikërisht këtë gjë, që Zoti ka fuqi mbi vdekjen. Ngjallja e vajzës në këtë ungjill, ngjallja e vejushës në Nain, ngjallja e Lazarit pikërisht tregojnë që Zoti ka fuqi në të gjithë fazat e vdekjes, edhe sa kishte vdekur, dhe ku po e çonin në varrim, dhe ku Lazari kishte 4 ditë që kishte vdekur, sepse Zoti është jeta. Prandaj thot Zoti, unë jam gjallja edhe jeta. Nëse ne do jemi në kungim të gjallë me Perëndin e gjallë, vdekja nuk do na trembi më. Ajo që ishte pjesa dhe tmerri të gjithë njerëzve mundet. Ky është lajmi i mirë i ungjillit, sepse dhe fjala ungjill këtë do të thotë lajmi i mirë. Lajmi i mirë është që Zoti e mundi vdekjen. E duke mundur vdekjen, mundi çdo të keqe që sjell vdekjen. Prandaj dhe besimi jon duhet të jetë shumë i zjarrt, e duhet ta kemi vazhdimisht në shpirtin tonë. Dhe nga ky ungjill mësojmë dhe disa gjëra të tjera. Ajo u shërua vetëm se preku cepin e rrobës. E kjo është e rëndësishme në Kishën Ortodokse, sepse në Kishën Ortodokse ne kemi ikonat, kemi lipsanet dhe i nderojmë. Ka shumë njerëz ndoshta që ju duket kjo jo e rregull. Për shembull, sikur ne adhurojmë drurin ose adhurojmë kockat. Përse ne i nderojmë ato? I nderojmë sepse ata janë shenjtëruar nga hiri i Shpirtit Shenjtë, nga njerëz të shenjtë. Trupi i njeriu është tempulli i Shpirtit Shenjtë, kështu shkruan Shën Pavli. Edhe shenjtorët janë ata njerëz që shenjtëruan këtë tempull. Hiri i Shpirtit Shenjtë zbriti edhe tek trupi i tyre, edhe tek kockat e tyre, gjithçka tjetër, dhe ato tani reflektojnë pikërisht fuqinë e Shpirtit Shenjtë. Ashtu siç ndodh shpeshherë, sikur bie dielli në një faqe shkëmbi, ai ndriçohet. Çdo gjë që preket nga Zoti fillon dhe transformohet. Prandaj një jetë e shenjtë është një jetë që është prekur nga Perëndia, dhe duke u prekur nga Perëndia fillon dhe ndryshon. Kur shkojmë dhe nderojmë lipsanet, ne nuk nderojmë thjesht kocka, po nderojmë pikërisht trupin e shenjtit që është prekur nga hiri i Shpirtit Shenjtë dhe është transformuar. Kur nderojmë ikonën, ne nuk nderojmë drurin, po nderojmë prototipin, ikonën që është atje. Dhe shumë edhe grupe tjera të krishtera që ndoshta nuk e shohin shpëtimin, kuptimin e thellë siç e shikon Kisha Ortodokse, që shpëtimi është trup e shpirt bashkë, sepse njeriu nuk mund të jetë ndar. Njeri që ka vetëm një pjesë nuk është njeri i plot. Njeri që ka vetëm shpirtin nuk është i plot. E njeri që ka vetëm trupin, prap nuk është i plot. Njeriu i plot është trup edhe shpirt.
Edhe Zoti mbas ngjalljes u thot atyre, ejani prekni, jam mish edhe kocka. Gjë që do thotë që njeriu që të shpëtojë gjithi, duhet shpëtohet mish edhe kocka. Sepse njeriu është një entitet psikosomatik, ka një shpirt, po ka dhe një trup. Dhe që të bashkohen këto të dy, e të shenjtërohen, pikërisht kjo është vepra e shpëtimit. Prandaj dhe Kisha ortodokse e shikon shpëtimin jo vetëm thjesht në kuptimin shpirtëror, por në gjithësinë e saj. Madje gjithë universi do transformohet sipas besimit ortodoks të botës. Dhe mrekullitë që bëhen shpeshherë tek lipsanet, tek ikonat, pikërisht tregojnë këtë gjë, që ne duke prekur qoftë një copë të vogël të atyre mund të transformohemi. Ashtu si një zjarr sa afrohet tek qiriri dhe e ndez atë gjë. E njëjta gjë ndodh edhe me praninë e Shpirtit Shenjtë dhe hirin e Perëndis tek ne. Nëse hiri i Perëndis do jetë tek ne, jeta jonë do transformohet, zemra jonë do pastrohet, mendja jonë do jetë e kthjellët. Prandaj dhe Kisha ngul këmbë vazhdimisht, dhe mësuesit e mëdhenj të Kishës kanë ngulur këmbë vazhdimisht, që gjithë secili nga ne duhet ketë një besim, dhe ky besim duhet shoqërohet dhe me vepra, sepse një besim pa vepra është një besim i vdekur. Nuk mund të ekzistojë një besim që nuk ka vepra. Nuk mund të predikojmë ne që të duam tjerët e mos përpiqemi të ndihmojmë. Nuk mund të predikojmë ne që të gjithë njerëzit janë barabartë edhe ne nuk i respektojmë ata. Prandaj dhe ungjilli i sotëm na sjell para syve ne këtë gjë, që Zoti nëse është i pranishëm, gjithçka mund ndryshojë. Dhe atëherë ku nuk ka më shpresë. Nuk ishte shpresë i Jati kur i vdiq e bija, po Zoti e ndryshoi këtë gjë, e ngjalli atë. Nuk ishte më shpresë kjo grua, vetëm besimi i saj që ndoshta po të prek edhe cepin e rrobës tij dëshirohem dhe ajo u shërua, sepse pati besimin e madh. Le t'i afrohemi gjithmonë Zotit me besim shumë të madh. A nëse do kemi besim, Zoti do bëj vazhdimisht mrekulli në jetën tonë. Mrekulli që shihen, po dhe mrekulli që nuk shihen. Sepse mrekullit nuk janë vetëm thjesht që bëjnë një çast. Kur njeriu transformohet dhe ndryshon brenda një viti, 2 vjetësh, një mrekulli ka ndodhur, sepse është prekur nga hiri i Shpirtit Shenjtë. Le të mundohemi që ta kemi gjithmonë hirin pranë nesh. Në leximet që bëjmë në para kungatës, është një lexim shumë i rëndësishëm. Leximi nga një shkrim i Shën Simeonit teologu të ri. Dhe i thot të fjalë, i kërkon Zotit që ta ruaj, që thot mos ndodhem thot jashtë hirit tënd, që ai pa udhë thot më rrëmbejet, më largoj nga fjalët e tua. Çfarë do thot ai me këtë gjë? Do thot pikërisht këtë gjë, nëse nuk do ndodhet hiri i Shpirtit Shenjtë brenda nesh, do jemi të dobët ka shi tundimeve. Çdo tundim unë atë ndoj, parat, pasionet, gjithçka tjetër. Nëse ndodhet hiri i Shpirtit Shenjtë, do kemi fuqi të rezistojmë, sepse atje ku është Zoti nuk mund të jetë e keqja. Atje ku është Zoti nuk mund ta mundi e keqja. E keqja na mund ne kur jemi vetëm dhe jemi larg Perëndis. Prandaj ungjilli sot është i thirrje për gjithë secilin nga ne. Le të përpiqemi që jeta jonë të jetë pranë Perëndis, sepse duke qenë pranë dritës, do ndriçohemi edhe ne vetë. Amin.